Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk ju zë gjumi natën, mjeku zbulon çfarë do të thotë kjo për shëndetin tuaj. Mund të ketë një mori arsyesh se pse nuk ju zë gjumi gjatë natës. Arsye të cilat fillojnë që nga problemet shëndetësore dhe deri tek stresi i tepërt. Këto shkëputje të gjumit të natës i ndodhin gjithsecilit në periudha të caktuara të jetës dhe zakonisht nuk janë shqetësuese. Ndërkohë, sipas ekspertëve, problemi fillon kur ju përjetoni pa gjumësi në një mënyrë tepër të vazhdueshme dhe nuk e kuptoni se çfarë po ju shkakton atë. Sipas ekspertëve, mungesa e gjumit përtej lodhjes së tepërt dhe mbi ngarkesës së trurit mund të bëhet shkak edhe për zhvillimin e një sër sëmundjesh të organizmit. Këtu ne mund të përmendim obezitetin, presionin e lartë të gjakut, sëmundjet e zemrës, diabetin dhe deri tek humbja e jetës në mënyrë të parakohshme. Sipas ekspertëve, nisur nga kjo, ne këtu do t'ju tregojmë disa nga arsyet se pse ju vuani nga pagjumësia kronike. Ndiqni në vijim disa prej atyre të cilat janë më evidente, që njihen nga mjekët si faktorët më kryesor të shkatërimit të gjumit të mirë. Mosha. Sipas mjekëve, mosha është një faktor i cili është shumë ndikues kur ne flasim për pushimin e mirë të mendjes dhe të trupit. Tek personat e moshuar vihet re që ora biologjike të fjeturit ndryshon gjatë viteve, duke u ngushtuar në kohë më të paktë pushimi dhe gjumë të parregullt. Stili i jetesës. Një nga shkaqet më të zakonshme të pagjumësisë është stili jo i rregullt i jetesës. Konsumimi i alkoolit pak orë para se ju të shtriheni për të fjetur mund të jetë edhe shkatërimtar i gjumit tuaj. Ushqimi para se ju të shkoni për të fjetur mund të jetë një tjetër arsye e cila provokon dhe acaron stomakun tuaj si edhe organizmin tuaj. Së fundmi, siç dihet, edhe kafeina është armiku më i madh i gjumit për një gjumë më të mirë dhe të qetë. Ekspertët thonë se ndryshimet e vogla tek stili i jetesës, duke ndjekur gjithashtu këto këshilla, do të sillin ndryshime rrënjësore në trupin tuaj. Ndërkohë, mund të ndodhë edhe për shkak të ilaçeve. Në shumë raste, ilaçet që merrni për sëmundje të ndryshme mund të jenë duke luajtur një rol edhe tek pagjumësia. Kryesisht, disa lloje ilaçesh të cilat përdoren për të trajtuar tensionin e lartë të gjakut, astmën apo antidepresivët. Funksioni i tyre mund të përshpejtojë ose të ngadalsojë disa procese të organizmit, gjë që prish edhe gjumin e qetë gjatë natës. Ndërkohë, mund të ndodhë edhe prej sëmundjeve kronike. Sëmundjet kronike që zakonisht shfaqen teksa mosha kalon, gjithashtu mund të jenë fatale për gjumin e mirë dhe njëkohësisht pa ndërprerje. Nëse vuani nga ankthi, depresioni apo probleme të prostatës të zmadhuar, dhimbje koke apo reumatizma të ndryshme, mund të keni edhe probleme me gjumin. Kjo ndodh për shkak se trupi në mënyrë të vazhdueshme funksionon në varësi të këtyre sëmundjeve, duke ndaluar edhe gjumin e qetë. Ja disa këshilla për një gjumë të qetë. Megjithëse të gjitha këto shkaqe janë shumë komplekse dhe të vështira për të parandaluar, mjekët japin disa zgjidhje. Mundohuni që të keni një rutinë të përshtatshme të gjumit, pra shtrihuni në shtrat në të njëjtën orë çdo natë dhe zgjohuni në të njëjtën orë çdo mëngjes. Qetësoni trupin dhe mendjen duke larguar mendimet në mënyrë që të bini në gjumë të thellë sa më lehtë. Gjithashtu është e rëndësishme që të evitoni pajisjet elektronike para gjumit. Kjo, pasi drita që ato lëshojnë, stimulon trurin duke e zgjuar atë dhe duke e bërë trupin tuaj që të largojë gjumin. Flini në vende të errta dhe të freskëta gjithmonë
në mënyrë që trupi juaj të mos ndjejë nxehtësi. Mundohuni që të kufizoni gjumin e shpesh gjatë ditës, edhe nëse ndiheni të lodhur në mënyrë që të flini sa më mirë gjatë natës. Të zgjohesh pas mesnatës në orën 2 apo 3 të mëngjesit dhe të mos arrish të flesh më, është vërtet sfilitëse. Nuk ka ndonjë shpjegim mistik për këtë fenomen, por në fakt duhet të dini se kjo ndodh shpesh dhe është përgjithsisht si pasojë e shqetësimeve që krijojnë gjendjet e ankthit. Ndaj këtu ne po përpiqemi ta shpjegojmë këtë fenomen në mënyrë që ju të kuptoni dhe të keni mundësinë ta zgjidhni. Nuk duhet të lejoni që ky problem të zgjasë në kohë. Pasojat e zgjimit pas mesnate. Ekzistojnë shumë publikime lidhur me këtë fenomen. Duhet të dini që nuk është një gjë e jashtëzakonshme. Bëhet fjalë për reagime të trurit që është në nivele të përpunuara të ankthit. Në disa raste, kur problemi është i vazhdueshëm, atëherë me patjetër duhet ta kuroni atë. Ndërkohë, duhet të merrni në shqyrtim të gjitha shkaqet të cilat ju bëjnë të zgjoheni pas mesnate. Nëse pas zgjimit ndiheni anktioz, atëherë ju vuani nga takikardia dhe ndiheni të kërcënuar. Në përpjekjet e dështuara për të fjetur sërish, rritet nervozizmi dhe mendimet e këqija ndikojnë për të mos fjetur. Edhe nëse ja dilni të flini sërish, gjumi është i lehtë dhe i lodhshëm. Ky fenomen përsëritet 2 apo 3 herë në javë. Ankthi shkakton në zgjimin gjatë natës. Nëse gjatë javës ju ndodh shpesh kjo gjë, atëherë duhet të shqetësoheni. Puna që bëni mund të jetë tepër e lodhshme ose keni nevojë për një moment pushimi. Të gjitha këto gjenerojnë ankthin për të cilin mund të mos jemi përherë të vetëdijshëm, por truri reagon në momentet e pushtimit. Ankthi godet në një mënyrë të drejtpërdrejtë sistemin tuaj nervor qendror, që fillon të ndryshojë me karakteristika të lehta gjatë kohës së pushimit. Të gjitha këto ndikojnë në fazat e gjumit. Ankthi fragmenton gjumin dhe vështirëson arritjen e fazës REM, fazë ku gjumi bëhet i thellë. Truri e interpreton këtë ankth si një kërcënim, si diçka prej të cilës duhet të largohet. Ndjesia e kërcënimit ndërpret të dhunshëm gjumin pak kohë pasi ju ka zënë. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë një recetë popullore e cila do ju ndihmojë të trajtoni pagjumsinë. Stresi i përditshëm, siç e përmendëm deri më tani, ka një ndikim në orën dhe në cilësinë tuaj të gjumit. Sipas ekspertëve, pagjumësia mund të shkaktojë probleme serioze në shëndet, ndaj orët e pushimit të natës duhet të kthehen në prioritet për çdo që ka orë të lodhshme pune. Bananet së bashku me lëkurën e tyre janë të larta në magnez dhe në kalium. Magnezi gjithashtu është jashtëzakonisht i dobishëm në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe siguron qetësi. Përbërësit janë një banane organike, një tenxhere të vogël me ujë dhe njëkohësisht një shkop kanellë. Së pari, prisni skajet e bananes, zhvisheni atë dhe vendoseni në një tenxhere me ujë të vluar së bashku me lëvoshkën. Lëreni të vlojë për 10 minuta dhe pastaj kalojeni në një kulles. Shtojeni pak mjaltë dhe pijeni para se ju të shkoni për të fjetur. Frutin e mbetur mund ta përdorni gjithashtu për të përgatitur një ëmbëlsirë të shijshme. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.